Parashikimet e sinoptikëve që në fundjavë mund të ketë rreshje intenzive të borës dhe ulje të temperaturave deri në -19 shkallë Celsius kanë ngritur çështjen e përgatitjes së kompanive përgjegjëse për mirëmbajtjen timërore të rrugëve në Ferizaj. Drejtoresha e shërbimeve publike në këtë komunë, Mimoza Fazliu, tha se tashmë janë bërë të gjitha përgatitjet për sezonin timëror. Kështu kompania publike Pastërtia do të mirëmbaj rrugët brenda qytetit të Ferizajt, ndërsa për rrugët e 41 fshatrave do të kujdesen kompania Hajrushi dhe Isa Engineering. Po, ne jemi të përgatitur të përshtinën e dimrit, qysh në nëntor do të janë nënshkruar kontrata me dy kompani të sa i përket fshatra. Ato janë ona, do thotë ona perëndimore dhe lindore që qytetarët të kenë më të lehtë. Nëse sa i përket qytetit është pa kompania Pastërtia, do thotë që ka mbajtjen dimërore me kontratë të rregullt mujore kështu. Drejtoresha Fazliu tha se për mirëmbajtjen dhe pastrimin e rrugëve gjatë dimrit, komuna e Ferizajt ka ndarë 30.000 euro. Në anën tjetër, Arbër Ibrahimi, zëdhënës në kompaninë Pastërtia, tha se tashmë janë furnizuar me rër dhe makineri të nevojshme për të liruar rrugët nga rreshtet e mundshme të dëborës. Kompania Pastërtia është e gatshme që t'i dalë zotë kontratës cilën e ka me komunën e Ferizajt për mirëmbajtjen e rrugëve ver dimër. Tani edhe për dimër është furnizuar me kryp, është furnizuar me gjitha pajisjet e nevojshme, përkundër që kemi një makineri ndoshta jo në gjendjen më të mirë dëshiruar. Ne zotohemi se do të dalim zotë kontratës për të pastruar rrugët e qytetit, ato cilat ne i kemi me kontratë. Edhe gjatë orëve të mbrëmshme, gjatë gjithë natës, kompania ka punuar, ka qenë në teren në gjitha rrugët ku ka udhër kryp në për rrugë dhe është kujdesur që sot në mëngjese rrugët jenë të kalueshme dhe të mos kemë vështirësi në komunikacion për makinat dhe këmbësorët. Edhe përfaqësuesit e të dy kompanive private të cilat do të përkujdesen për rrugët e fshatrave të Ferizajt, u shpreh nëpërmjet telefonit se janë të gatshëm për cilëndo situatë që mund të sjellë përkeqësimi motit në ditët vijuese.